besimtar, jemi tashmë në xhuman e parë të muajit të begat të Ramazanit, që është një muaj plot mirësi, që Zoti e ka bërë muaj të mëshirës, muaj të faljes së Allahut Azza wa Jall dhe muaj të çlirimit, të shpëtimit nga dënimi, nga zjarri i xhenemit. Ramazani është muaj i pendimit, është muaj i pastrimit shpirtëror dhe i kthimit tek Allahu me zemër të pastër dhe me sinqeritet. Ramazani në mëson është një ftesë hyjnore që ne të kthehemi tek natyrshmëria që në ka krijuar Allahu Azza wa Jall, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Unë nuk i kam krijuar gjindet edhe njerëzit vetëm se të na adhurojnë mua, thot Zoti i Jezus. Pikërisht ky është një muaj plot mirësi të mëdha, që është një ftesë hyjnore që Zoti i Jezus, të gjithë ne që kemi pretenduar xhami, të gjithë ne që jemi agjëroshëm, do thotë që ka besim në zemrën tonë. Që Zoti një herë në vit na jep një mundësi të artë që ne të ndryshojmë jetën tonë, të rregullojmë ato gabime që kemi bërë në jetën tonë, dhe të kthehemi me zemër të pastër, duke pastruar shpirtin tonë dhe duke u nënshtruar madhështisë së Allahut Azza wa Jall dhe duke adhuruar atë që nis me agjërimin tonë dhe vazhdon me namazet, me faljen e përditshme, dhe në të formë ne ndryshojmë një herë e përgjithmonë dhe vazhdojmë të ecim në rrugën e duhur. Idha jaa Ramadan, tuftahu abwab as-sama, wa tuftahu abwab ar-rahma, wa tuftahu abwab al-jannah. Kur vjen Ramazani, thot profeti alayhis salam, Allahu hap dyert e qiellit, i ka lidhur shejtanin, hap dyert e mëshirës, e faljes, dhe hap dyert e xhenetit dhe mbyll dyert e zjarrit të xhenemit. Është një mundësi e artë që njeriu sado gabime që ka bërë, sado gjunave që ka bërë, sado mëkate që ka bërë, përderisa Zoti e ka mundësuar gjithë secili prej nesh që ne ta agjërojmë Allahun Azza wa Jall, do të thotë që Zoti të do. Do të thotë që Zoti të pret që ti të pendohesh me sinqeritet, që të kthehesh tek ai me istikfar, të kërkuar falje vetëm atij, Allahu Azza wa Jall, dhe çdo mangësi, çdo dobësi që ti ke, ja tregon vetëm Allahu Azza wa Jall dhe i kërkon falje atij, dhe në këtë formë ti bësh gati për të ndryshuar jetën tënde, nis ndryshimin në jetën tënde dhe kthehesh tek origjina që është në nështrimi dhe adhurimi i Allahut Azza wa Jall të nderuar besimtar. Sado që ke bërë mëkate e gjunahe, ta dish që Zoti përsëri të falë. Ai i falë gjunahet, ai është falës e madh. Ne jemi gabimtarë, ai është falës i madh. Prandaj, ai që agjëron në Ramazanin me besim, që agjëron për hir të Zotit dhe me shpresë që shpërblimin e merr vetëm nga Zoti dhe nuk ka se si tjetë ndryshe, përderisa njeriu ri pa ngrënë, pa pirë në mëngjesin ndar, vetëm për shpirtin e tij, vetëm për të ushqyer zemrën e tij, shpirtin e tij, dhe padyshim Zoti do t'i falë gjithë gjunahet e kaluara, do të thotë që tashmë është koha që ti sado që ke gabuar vetëm në gjunahe, i dorë nga ajo jetë e errët dhe ktheu tek Allahu Azza wa Jall, dhe ajo është jeta e vërtetë, jeta e bukur e nënshtrimit që jeton një jetë të lumtur në këtë botë, jeton një jetë me norma familjare, me norma morale, adhuron vetëm Zotin dhe i dorë nga çdo lloj besëtnie, i dorë nga çdo lloj idhujtarie dhe kthehesh tek ajo që i shkon për shtat fisnikërisë të njeriu që është të adhuroj vetëm Allahun Azza wa Jall dhe i dorë nga çdo lloj ushtari, nga çdo lloj besëtnie, nga çdo lloj varri, horoskopi, besëtnie që e lodh mendin e njeriu dhe kthehesh tek drita e udhëzimit, tek adhurimi Allahut Azza wa Jall dhe gjen qetësinë shpirtërore dhe është e vetmja mundësi që ti të kesh qetësinë shpirtërore dhe të gjithë ne, kush më pak e kush më shumë e ndjen të gjë e përjeton me agjërimin që ne bëjmë një muaj vetëm për hir të Allahut Azza wa Jall dhe të gjithë ne marrim kënaqësi shpirtërore kur bëjmë të atë kaq të plim, kaq të madh që është
akti I agjerimit vetëm për hir të Allahut Azza wa Jalla të nderuar besimtarë. Thuaj robërit e mi, thot Allahu Azza wa Jalla, Kul ja ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Dhe thuaj për ju robërit e mi, thot Zoti I gjithësisë në Kur'anin famlar, që e keni ngarkuar vetëm nga I shumë gjuna, nga I shumë botë e erët, një jetë e erët, gjuna pas gjuna, mëkat pas mëkati, shkatërimi I familjes, shkatërimi I normave familjare, I normave të morale, pasimi të keqes, jetë e shprenuar, jetë pa norma, jetë pa shoqëri stabile, pa shoqëri, pa familje të shëndoshme. Përsëri Zoti I gjithësisë na kthehet dhe na thot, o ju robët e mi, që pikërisht I bëni gjithë këto gjëra, që I keni ngarkuar vetëm me kaq shumë gjunahe, me kaq shumë mëkate, me kaq shumë botë të errët, thot, la taqnatu min rahmatillah. Mos e huni shpresën nga mëshira ime, nga mëshira e Allahut Azza wa Jalla, sepse ai derën e pendimit dhe derën e faljes dhe të mëshirës e ka lënë të hapur për gjithë robët e tij dhe nuk guxon njeri, qoftë edhe profet ta mbyllë këtë derë. Është një derë që Zoti e ka lënë të hapur dhe do të jetë e hapur deri ditën që të linë dielli nga perëndimi do të ndodhë dita e Kiametit. Deri atëherë Zoti e ka lënë të hapur. Mos e huni shpresën nga mëshira ime, sepse djalli I mëkuar njeriu që ka bërë një jetë të errët, një jetë jo të hajrit, me gjunahe, me mëkate, një jetë dorë të tërthurur, e bën njeriu të ketë ndjenjen e pesimizmit, të humbë shpresën për të ndryshuar. Dhe I jep njeriu stresin, I jep pesimizmin, I jep dhe plogështinë e jetës duke I thënë, ti tashmë je I shkatëruar. Ti çfarë nuk e bërë si do të shkosh në xhami? Çfarë kuptimi ka që ti agjeron ke bërë këtë dhe I kujton njeriu çdo mëkat që I ka bërë, çdo gjë që ka bërë në të shkuar. Pikërisht, kjo është dhe sfida që njeriu nuk duhet ta humbë asnjëherë, shpresën nga mëshira e Zotit, sepse këtë gjë thot Zoti I gjithësisë. Dhe nuk e humb shpresën nga mëshira ime vetëm ata që janë të humbur, thot Zoti I gjithësisë. Edhe njëkohësisht na thonë që na thotë mos e humbi shpresën, sepse Zoti I gjithësisë është I mëshirshëm dhe ai fal të gjitha gjunahet. Të gjitha gjunahet ai I fshin, por ti mjafton të nisësh një jetë të re, ti hedhësh poshtë, ti hedhësh pas, ta lësh pas atë jetë dhe të ndryshosh tashmë në Ramazan të vazhdosh një rifillim të ri me lidhjen me Zotin tënd që të krijoi nga hiç. Zoti I fal gjitha gjunahet, ai është falës I madh, ai është shumë I mëshirshëm. Dhe sa gjunahet bëjmë ne që I di vetëm Zoti I madh. Sa mëkate që ne I bëjmë shletësi, që nuk I bëjmë fletas, I bëjmë vetë. I di vetëm Zoti I gjithësisë, por ai është mbulues I të metave dhe kjo është mëshira e Allahut Azza wa Jalla. Prandaj të pendohemi të kthehemi me sinqeritet tek Allahu Azza wa Jalla në rruar besimtarë, sepse këtë gjë kërkon Zoti I gjithësisë. Në një hadith kursi thot Allahu Azza wa Jalla, o biri I Ademit, qofse gjunahet e tua, mëkatet e tua kanë arritur deri në majën e bukës së qiellit, thot, mos e humbë shpresën, mund t'i fal gjitha gjunahet dhe kjo gjë për mua nuk është fare e vështirë. O biri I Ademit, qofse ti më vjen kthehesh tek unë me gjunahe, me mëkate, sa I gjithë rruzulli toksor, unë të vi me falje edhe me mëshirë sa I gjithë toka, sa I gjithë bota, thot Allahu Azza wa Jalla. Të gjithë ju jeni të humbur, prandaj kërkoni udhëzim nga mua, dhe që unë t'ju udhëzoj në rrugën e duhur, thot Allahu Azza wa Jalla, të nderuar besimtarë. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakum al-'adhabu thumma la tunsarun. Dhe kthehuni tash në ardhmë momenti të ktheheni tek Zoti juaj dhe t'i nënshtrojeni madhështisë së Zotit para se të vijë dënimi dhe juve nuk ka kush t'ju shpëtoj, thot Zoti I gjithësisë. O ma yatadhakkaru illa man yunib. Dhe nuk reflekton për këto parime vetëm se ai që me zemër të pastër I nënshtrohet dhe kthehet tek Zoti I gjithësisë.
يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. Dhe atë ditë, njeriu do të kujtohet, por që duhet që u kujtua, sepse ai atë ditë do të thojë, i mirë i unë, sikur të kisha bërë diçka të mirë në jetën time. Sikur unë të kisha ditur të ndryshoja në momentin e duhur, dhe tash në sot vjen ajo ndjenja e pendesës ditën e gjykimit, por askujt nuk i bën dobi. Prandaj sa jemi gjallë të kthehemi tek modërtia e Allahut azza wa jall me pendim të sinqert, duke rregulluar raportin tonë me namazin, duke u lutur Zotit të gjithësisë. Islami është fe e natyrshmërisë. Nuk është e dhënë që çdo kush prej nesh të di arabisht të lutet Zotit të gjithësisë. Është shumë e thjeshtë raporti i njeriu dhe i lidhjes me Allahun azza wa jall. Nuk ka nevojë për asnjë ndërmjetës, as për hoxh, as për imam, as për mufti, as për askën, as për profet. Thjesht njeriu i ngrin duart lart dhe i kërkon Zotin e gjithësisë. O Zot, më ruaj fëmijën, më jep shëndet, më jep pasurinë, më jep mirëqenie. Më ruaj këtë, më jep atë, kërkoj Allahut azza wa jall, dhe kjo është shumë fisnike dhe e lartë. Prandaj adhurimi i Allahut azza wa jall është në nështrim, njëkohësisht është edhe madhështim në vete për njeriu. Sepse njeriu është krijuar për të adhuruar Zotin, dhe kur adhuron Zotin, ai njeriu vetëm se lartësohet duke adhuruar Allahun azza wa jall. Dhe njeriu kur i shkon, kur i bën një dritari dhe kur i beson besëtnidhe, njeriu vetëm se poshtëron veten e tij. Vetëm se del nga poshti i natyrshmërisë, derisa e shkatërron veten e tij. Prandaj ai që ka frikë Zotin nuk ka frikë asgjë tjetër. Dhe ai që nuk ka frikë Zotin, që nuk njeh Zotin, ka çdo gjë frikë. Ka çdo gjë frikë. Ai njeriu që adhuron Zotin nuk adhuron askën tjetër, sepse njeriu çdo tjetër jashtë tij është njeriu si ai, dhe nuk e shkon njeriu të adhurojë njeriu të madh përndërmjetës njeriu, por adhuron vetëm atë që nuk është si ne, atë që di çdo gjë, atë që nuk vdes. Ai që krijon, ai që jep rrezikun, ai që furnizon, ai që sjell diellin çdo ditë, ai që pas ditës sjell natë, ai që kontrollon edhe hënën, edhe të gjithë galaktikat, ai që kontrollon letrat, oqeanet, lumin, ai që ka krijuar malet, pemët, ai që ka krijuar oksigjenin, ai që na jep çdo gjë, është Allahu azza wa jall, dhe vetëm ky duhet të adhurohet, vetëm ky meriton të adhurohet, ky krijues suprem që është Allahu azza wa jall, dhe çdo gjë tjetër duhet të largohet nga ajo gjë e nderuar besimtar. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. O Zot, të ty u mbështetëm, dhe të ty drejtohemi, dhe të ty është kthimi ynë një ditë, të thoj një besimtar i sinqert nderuar besimtar. O të mbët me një lutje që profeti alayhis salam e ka quajtur si mbreti i të kërkuarit të faljes, zotëria i të kërkuarit të faljes. Dhe thot profeti jon Muhamedi alayhis salam, ai njeri që thot me besim dhe bindje në mëngjes dhe vdes, atë mëngjes ai njeri e ka vendin në xhenet. Dhe ai njeri që thot të lutje në mbrëmje me bindje dhe me sinqeritet dhe vdes atë natë, ai njeri vendin e ka në xhenet të profetit sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. O Allah, ti je Zoti im i vetëm, nuk ka të adhuruar tjetër me drejtë vetëm te. Vetë te Allah, ti je Zoti im, vetëm ti meriton të adhurohesh me drejtë. Khalaqtani wa ana 'abduk. Ti meriton të adhurohesh me drejtë, vetëm ti, sepse ti je pikërisht ai që më ke krijuar. Unë një kohë nuk ekzistoja fare. Ti me madhështinë tënde më solli në këtë jetë. Dhe unë jam robi yt i varfër, robi yt i dobët. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. O Zot, dhe unë jam në besatimin me ty dhe në prendimin që të kam bërë të aq sa ka mundësi, sepse unë jam qenë i dobët dhe ti je i lartë, ti je madhështor. A'udhu bika min sharri ma sana'tu. O Zot, më mbron mua nga e keqja asaj që unë ndërtoj.
Pa kthim tek Zoti tek modestia e Allahut azza wa jall. Sa natyrshëm është kjo. Njeriu pranoi që bën mëkate dhe e pranon të këtë vetëm përballë Allahut azza wa jall, përballë askujt tjetër. Ne ja shfaqim mëkatet tona vetëm Zotit botrave Allahut azza wa jall. Do të Zot më mbron mua nga e keqja e asaj që unë veproj, asaj që unë punoj, sepse unë jam i paditur, jam i dobët, jam qenë që unë për një moment të shkas. E unë rrugën e duhur dhe unë bëj një gabim, do Zot më mbron mua nga e keqja e asaj që unë mund të bëj. Ebu laka bi ni'matika alayya wa ebu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. O Zot, unë bëj mëkate dhe e pranoj edhe pse ti vetëm se më jep mirësi. Më jep gjithë ato të mira, unë e pranoj gjithashtu që unë bëj gjunahe. Bëj mëkate, prandaj më fal mua, sepse gjunahet e mia nuk i fal tjetër askush, veç teja o Zot. Kjo është lutje madhështore fisnike e njëri që do në ndjesë në mbrëmje në vendin e kanë xhenetut profeti alayhi salam. E lutim Allahun azza wa jall që të mundsoj të ta pastrojmë egon tonë, ta ushqim shpirtin tonë me dashurinë për Zotin, me madhështinë për Allahun azza wa jall, dhe lutim Allahun azza wa jall që të kthehemi tek ai, të rinisim një jetë ndaj nënshtrimit dhe ndaj adhurimit të Allahut azza wa jall. Dhe lutim Allahun azza wa jall që na jap mirësi, begati në këtë muaj, plot mirësi, plot begati në familjet tona, në shoqërinë tonë, dhe Allahu azza wa jall na i fal mëkatet tona dhe të na vendosë bashkë në xhenetin e